për t'ju dhënë një shembull se sa shumë kemi pritur për raketat Javelin, është një kërkesë operacionale vitit 2021, një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara vitit 2022 dhe praktikisht 3 vite më vonë kemi pasur mundësinë fal bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara që ta kemi këtë kapacitet. Është një kapacitet fillestar, ne do vazhdojmë të investojmë në mbrojtje kundër ajrore, pastaj që të jetë niveli 2 i sistemeve mbi të cilat do investojmë. Kemi nga ana tjetër, besoj unë, një element shumë të rëndësishëm, prodhimi Made in Albania i dronëve të luftimit, i sistemeve antidron, praktikisht është një transfer teknologjie shumë e madhe për vendin tonë dhe një horizont i ri që i hapet për sa i përket qoftë sistemeve për menaxhimin e shumë dronëve luftimi njëkohësisht në teatr operacional, qoftë për sa i përket inovacionit kur vjen puna se si mbrohemi nga këto rreziqe të reja. Elementi i tretë ka të bëjë me investimin në forcën ajrore. Ne duam të pajisim forcën ajrore me sistemet e vëzhgimit, radar, sisteme komandim kontrolli, në mënyrë që të funksionalizojnë të gjitha bazat ajrore shqiptare në mënyrë të atillë që të jenë të ndërveprueshme me NATO, do vazhdojmë investimet në Kuçov, do vazhdojmë investimet në Rinas dhe kemi në plan gjithashtu që të rigjenerojmë një kapacitet fillestar edhe në Gjadër. Elementi tjetër ka të bëjë me rinovimin e flotës ajrore, fillimi i misioneve me Krafix, qoftë fillimisht për emergjencat civile, po edhe për kapacitete trajnimit të pilotëve me avion me Krafix. Dhe në këtë mënyrë ne kemi një rikthim praktikisht të diapazonit të forcave në tërësinë e tyre të jenë të afta të menaxhojnë pajisje sisteme moderne. Industria është çelësi i jetëgjatësisë kësaj faze modernizimit, sepse, siç e thash, faza e dytë e industrisë Made in Albania nuk është vetëm plotësimi i nevojave të sotme, por plotësimi i nevojave të së ardhmes, si luftës së ardhmes praktikisht, ndaj dhe po sigurojmë një mënyrë ku investimet në prodhim luftarak të përmbajnë brenda tyre një komponent të rëndësishëm zhvillimor, në mënyrë që sa herë prodhohen mjete pajisje sisteme për forcën armatosur shqiptare, të mund të kenë një element inovacioni domethënës. Inovacioni duhet të kthehet në kryefjalën praktikisht e operimit të gjitha forcave, ndaj dhe këtë vit 2025 ne me bashkëpunimin e forcave amerikane dhe komandës kibernetike amerikane kemi themeluar komandën kibernetike, sepse synojmë dhe gjykojmë që është një horizont luftimi, elementi kibernetik, ndaj dhe forca armatosur duhet pajiset me gjithë arsenalin e saj, qoftë nga kapacitetet mbrojtëse, qoftë nga kapacitete detektimi dhe pse jo edhe reagimi, për sa i përket mbrojtjes kibernetike.